Mihrie Daçaj u prek fort nga ky krahasim i Dimal Bashës. Se ka prit kërkush që na me vujt ma keq se që kanë vujt shqiptarët në regjimin fashist të Miloševićit. Kjo ka ndodhur në rastin Astrid Deharit. Andaj ajo si një nën që humbi 2 djemtë e saj gjatë luftës në Kosovë, ushtroi padi në gjykatën themelore të Prizrenit kundër deklaratës që Ferizaj Asi e bëri si kryetari i Kuvendit të Kosovës me 5 nëntor të këtij viti. Në përvjetorin e vdekjes në burg në rrethana të dyshimta të Astrid Deharit, ish aktivisti të vetvendosjes. Zonja Mirie posa ka parë këtë lajm sepse është transmetuar sepse ka flet një kryeparlamentar që pason postin më të lartë publik, është prekur pra detyrat e saj është vrarë përsëri herë dhe tani unë si avokat kam shkuar atë video dhe kemi përdorur si provë. Përmes padis, ish numrit 1 të legjislativit i kërkohet specifikisht një gjë. Do të kërkojmë nga gjykata që zoti Dimal Basha të penalizohet si në aspektin penal dhe ashtu civil, në veçantë që ky zotëri mos përfaqëson me poste politike, pasi nuk është i denjë dhe ka abuzuar në postin. Nëse Basha do të marrë prap ndonjë post të lartë, mbetet të shihet pas zgjedhjeve parlamentare që mbahen më 28 dhjetor. Vetëse largimi i tij nga kryetarllëku i Kuvendit, që ndodhi pas shpërndarjes së komplet legjislaturës së 9 në mungesë numrash për qeveri, ishte kërkuar edhe më herët. Pasi ishte zbuluar se në një punim ku ai ishte bashkautor, ushtria çlirimtare e Kosovës akuzohej për financim me para të drogës. Shënjestër.net